Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë shpjegim. Sot do të zhytemi në një temë vërtet fantastike. Do të flasim për zakonet dhe traditat shqiptare. Por, prisni, nuk bëhet fjalë për relikte të pluhurosura nga e kaluara. Absolutisht jo. Këto janë mjete të gjalla, pulsuese të një qëndrese historike krejtësisht unike. Bëhet fjalë për një histori mbijetese, krenarie dhe identiteti që shpalloset çdo ditë përmes muzikës, veshjeve dhe vlerave të pakundura. Përpara se të shfletojmë librat e historisë, duhet të ndalemi te kjo shprehje vërtet e fuqishme. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. E jashtëzakonshme apo jo? Kjo nuk është thjesht një fjalë e urtë do si do, është vetë ADN-ja, filozofia thelbësore e mikpritjes shqiptare. Kjo tregon një vlerë absolute që u jepet të ftuarve, një themel i palëkundur që ka formësuar karakterin e këtij kombi ndër shekuj. Okej, le të zhytemi thellë në këtë temë. Këtë identitet kompleks do ta zbërthejmë përmes 4 shtyllave kryesore. Së pari, zëri i shpirtit kombëtar. Së dyti, veshjet dhe kujtesa historike. Pastaj do të kalojmë te besa dhe karakteri kombëtar. Dhe së fundmi, sfida e trashëgimisë sot. Le të nisim me pjesën e parë, zëri i shpirtit kombëtar. Sepse në fakt muzika dhe vallja janë fiks zëri i shpirtit të këtij kombi, të cilat shoqërojnë çdo moment të jetës, që nga betejat e ashpra e deri te dasmat më të gëzueshme. Tani, ky shpirt kulturor nuk lindi dje. Ai është rezultatu i një kujtese historike tepër të gjatë. Siç mund ta shohim, gjithçka nis me rrënjët e thella ilire në antikitet. Më pas arrin të mbijetojë e të formosohet fuqishëm gjatë mesjetës me elementet arbërore dhe vjen duke evoluar pa u ndalur deri në kohët tona moderne. Është fjalë për fjalë një vijimsi që sfidon kohën. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer pasurinë gjeografike të kësaj kulture. Këtu ritmi ndryshon. Imagjinoni veriun malor. Atje dëgjojmë një muzikë luftarake, thellësisht epike. Kemi lahutën, epikën heroike dhe këngët kreshnike që kumbojnë plot trimëri. Por, prisni, sa po zbresim në jug, peizazhi ndryshon plotësisht në diçka vërtet magjike, izopolifonia dhe këngët shumëzërshe. Ky kontrast është aq i rëndësishëm saqë UNESCO e ka shpallur polifoninë e jugut pjesë të trashëgimisë botërore. Të njëjtin kontrast mahnitës e gjejmë edhe tek valet. Në veri, hapat janë energjik, plot vrull dhe forcë luftarake, ndërsa në jug, gjithçka kalon në një ritëm më të shtruar dhe lëvizja jashtëzakonisht elegante. Por a e dini çfarë është më e bukura? Pavarësisht se ku ndodhesh, valja tradicionale kërcehet në rreth. Dhe ai rreth është simboli i përsosur i unitetit dhe i lidhjes së pashkëputshme mes njerëzve. Kalojmë te shtylla e dytë, veshjet dhe kujtesa historike, sepse veshja tradicionale nuk është thjesht copë. Ajo është një kujtesa vizuale historike që reflekton klimën, statusin social dhe atë identitet të fortë krahinor. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante rreth kësaj është thellësia e kuptimit të plisit. Nuk ka shanse ta shohim këtë ksullë të bardhë thjesht si një kapel apo një aksesor. Jo, plisi është një dokument i gjallë historik, një kurore e vërtet e trashëgimisë së lashtë që tregon moshën dhe identitetin vizual të shqiptarëve ndër shekuj. Por, sigurisht nuk është vetëm plisi. Garderoba tradicionale është fantastike. Për burrat, veshja mbushet me detaje unike si tirçit, xhamadani dhe opingat. Për gratë, është një kryevepër absolute. Fjalë për fjalë, një art më vete, me qëndisje jashtëzakonisht artistike, ngjyra të gjalla tradicionale dhe ornamente të pasura plot simbolik. Çdo krajinë ka stilin e vet unik dhe është super frymëzuese që këto rroba ende vishen me kaq krenari në festivalet e sotme. Kjo na sjell te pjesa e tretë, besa dhe karakteri kombëtar. Këtu do të flasim për traditat dhe vlerat e rrënjosura thellësisht, të cilat, le të themi, formojnë kushtetutën e pashkruar të popullit shqiptar. Në zemër të kësaj kushtetute qëndron besa. Çfarë është saktësisht? Shumë më tepër se thjesht një premtim. Besa është vlera e thelbësore e nderit, dhe për ta vënë në perspektivë, gjatë periudhave të vështira të pushtimeve, ky kod moral, bashkë me solidaritetin dhe respektin ndaj familjes, shërbeu si një mjet mbijetese gjinjal. Besa e ktheu kulturën në një mburoj, një formë të fuqishme rezistence kundër asimilimit. E dini çfarë tjetër e mbajti gjallë këtë kulturë? Gëzimi dhe festat e përbashkëta.
Festa tradicionale si Dita e Verës apo momentet kombëtare si 28 nëntori bëjnë diçka jetike. Ato përshkojnë stinët dhe historinë për të lidhur brezat me njëri tjetrin. Këto nuk janë thjesht ditë pushimi, ato janë zamku që mban bashkë traditën dhe e siguron që ajo t'u kalojë fëmijëve. Dhe kështu mbërrim te pjesa e fundit, sfida e trashëgimit sot. Sepse kjo kulturë e lashtë dhe kaq rezistente përballet tashmë me sfida të reja e krejtësisht moderne. Le të kalojmë më tej për të parë se si ndërtohet ky realitet i ri. Kontrasti këtu është mjaft i qartë. Nga njëra anë, kemi kërcënimet e globalizimit, emigrimit masiv dhe ndikimeve të huaja. Por, nga ana tjetër, kemi zgjidhje konkrete, edukimin kulturor dhe promovimin e folklorit, dhe ajo që do theksoar patjetër është roli superaktiv i diasporës. Përmes festivaleve dhe koncerteve, shqiptarët jashtë vendit po punojnë jashtëzakonisht shumë për ta mbrojtur këtë thesar net për net mijëra kilometra larg shtëpisë. Pra, pika thelbësore përmblidhet në këtë pyetje vërtet provokuese. Nëse një komb që humb kulturën e tij, humbet dhe kujtesën e tij historike, atëherë si do ta mbartim ne këtë shpirt të lashtë në një të ardhme kaq të globalizuar? Nuk bëhet fjalë vetëm për të kujtuar të shkuarën, por për përgjegjësinë tonë jetike për ta mbajtur gjallë këtë identitet. Mendoni pak rreth kësaj. Është vërtet një sfidë që na përket të gjithëve, dhe me këtë mendim ju përshëndes. Deri herën tjetër.